Të falenderojmë për atë ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi më të mirin e krijesave Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, birën e Abdullahit, mbi familjen e tij, ehli bejtin, mbi shokët e tij dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar na flet në librin e tij Fisnik ku thotë: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, dhe mos vdisni u vetë duke qenë musliman. Thot përsëri Zoti i gjithëpushtetshëm: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe kurdoherë gjithmonë ju flisni të drejtën. Shprehni fjalën e drejtë gjithmonë, kurdoherë, kurdo që ndodheni. Se në këtë mënyrë Allahu xhele xhelalu ka për ti korrigjuar punët tuaja, ka për të përmirësuar çështjet e juaja, dhe dijeni se ai i cili i bindet Zotit, të tij dhe të dërguarit, ka korrur një fitore të madhe. Të nderuar besimtar, ditët që ne jemi duke jetuar në këtë dynja po shkojnë pa u ndier fare, vitet po ecin, jeta po paksohet, vdekja po afrohet. Njeriu nuk i mbetet gjë tjetër veç se të ndalet dhe të mendoj, të meditoj për aktivitetin e tij personal, çka ka kryer gjatë një viti të plot. Ai do të ndalet dhe të mendoj për veprimet që ka kryer gjatë një viti të plot. Ne tashmë po e mbyllim një vit dhe po hymë në një vit tjetër. Shkoj një vit i tërë, pothuajse mbi 360 ditë, apo 8600 orë, apo 500.000 minuta. Vallë, a më shumë kemi kontribuar për të mirën gjatë saj kohe, apo për të keqen? Cilat janë arritjet gjatë vitit që lam prapa? Çfarë është shënuar tek libri i shënimeve? I mençur është ai që llogarit veten e vet përpara se t'i nënshtrohet llogarisë Allahut. Vlla i dashur dhe motër e respektuar, kujto se zemra jote në mënyrë sistematike mund të ketë pasur 40 milion rrahje gjatë gjithë vitit. Është organi që është më i rëndësishëm në trupin e njeriu. Ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, a nuk është një copë mishi në trupin tuaj? Nëse ajo copë mishi është e shëndosh, atëherë dhe gjithë trupi do jetë i shëndosh, dhe nëse ajo është e sëmur, atëherë gjithë trupi do jetë i sëmur. Është ky organi mrekullueshëm që Allahu xhele xhelalu e ka krijuar, që nuk mund të krahasohet me asnjë nivel kompjuterash. Sa frymare kemi pasur gjatë një viti? Shumë, rreth 11 milion frymarrje. Ne elhamdulillah kemi marrë frymë me lehtësi. E kemi thithur ajrin e Allahut pa vështirësi, asnjëherë nuk na është ndalur fryma. Po të ndodhi në një bllokim në sistemin e frymarrjes, po të ndodhi në një paralizim dhe të bllokohet truri, veshi, goja, zemra, do përfundonte jeta e kësaj dynjas. Prandaj, sinqerisht të nderuar vëllezër dhe motra, këto të mirat të Allahut, ai kemi falendëruar qoftë edhe me një sejdë. Viti që shkoi ka kërkuar prej nesh ndoshta 1800 namaze farz obligative, pra për llogaritja e ditëve gjatë vitit. Sa i kemi humbur pa arsye dhe me arsye? Këto namazet që janë falur, sa i kemi falur në xhami apo jashtë xhamis, apo sa janë falur me përkushtim apo devotshmëri? Apo i kemi falur duke qenë të pakujdesshëm? Sa herë ke lexuar Kur'anin gjatë këtij viti? Sa herë ke shfletuar librin e Zotit gjatë këtij viti? Apo sa vëmendje i ke kushtuar librit të Allahut? Gjatë vitit
që kaloj, si ke pasur marrëdhëniet familjare, si ke pasur raportet me familjen, të afërmit, shokët, miqt. Valla ke përmendur Allahun shpesh në këmbë, ulur, lëvizur. A ke menduar për jetimin, kur ti ke luajtur dhe e kënaqur gëzuar me fëmijët e tu? A ke kujtuar për gratë e veja të shkreta, kur e kaluar natën me familjen tënde? A ke menduar për muslimanët e uritur, kur je kënaqur duke ngrënë nga ato të mira që ti ka dhënë Allahu, si ushqime, fruta apo perime? A i ke kujtuar të sëmurët dhe ata që janë të paralizuar, kur vetë ke qenë me shëndet të mirë dhe ke ecur pas një lloj problemi? Sa herë ke shprehur interes për gjendjen e muslimanëve, apo sa herë je interesuar për gjendjen e muslimanëve të shtypur, apo të ke trajtuar, apo të atyre që janë mohuar të drejtat e tyre, apo sa herë je penduar tek Allahu xhele xhelalu për gjunafet, gabimet e bera? Ne nuk do të harrojmë llogarinë, të nderuar vëllezër dhe motra, që do jepet ditën e gjykimit. Do të prezantohen veprat një nga një, dhe asgjë më e imët nuk do të harrohet. Do të kesh shumë dëshmitarë që do të dëshmojnë atë ditë. Do të dëshmojë toka, me lajket, gjymtyrët e tua. Kjo tokë në për cilën po ecim, po ushqemi, po pushojmë, do të jetë dëshmitare para Allahut xhele xhelalu për mëkatet e kryera. Kjo tokë do të ofrojë prova dhe do të dëshmojë për çdo njerin. Do të flasë për çdo mëkat që është bërë në të. Do të vi një ditë ku ajo do ta shpalosë, do ta zbulojë, do ta publikojë, do ta nxjerrë fshehtësinë e saj dhe do të nxjerrë sekretet e saja, siç thot Zoti i Gjithëpushtetshëm në librin e tij Fisnik, idha zulzilatil ardu zilzalaha, kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe të nxjerr toka atë çka në brendësinë e saj, barrën nga brenda, wa yaqulu al-insanu ma laha. Pra njeriu do të thotë, çfarë është kjo, çfarë është ajo, çfarë po ndodh? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. Atë ditë ajo i rrëfen tregimet e veta. Pra fjalët e Allahut në surën Zelzele, atë ditë ajo i rrëfen tregimet e veta, shpjegon i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam me fjalët, padyshim tregimet, lajmet e asaj dite janë dëshmia për çdo njerin çka ka vepruar në sipërfaqen e tokës, duke thënë e ke bërë këtë vepër apo atë vepër po në këtë ditë. Pra këto janë nga rrëfimet e asaj dite. Me lajket i shënojnë dhe i regjistrojnë veprat e tua të mira të këqija. Allahu Dhul Xhelal thot, padyshim që mbi ju janë ruajtësit me lekë të caktuar, me përgjegjësi të plot për njerëzit, për të ju vëzhguar juve, pra kiramen katibin, ya'lamuna ma taf'alun, pra dy shkruajtës që shkruajnë çdo gjë. Pra regjistrojnë çdo gjë. Dhe din atë çka ju punoni, atë çka veproni, e din. Do të dëshmojnë edhe gjymtyrët tuaja, gjymtyrët tona, duart, këmbët, gjua, syt, veshët, edhe lëkura e njeriu. Të gjitha këto, o njeri, do të dëshmojnë për ty ditën e gjykimit. Do t'i zbulojnë mëkatet, haramet, dhe do t'i bëjnë publike. Allahu thot në surën Yasin, se ne sot u mbyllim atyre gojet. Ja u mbyllim gojet e tyre. Dhe për ne do të flasin, duart e tyre do të dëshmojnë. Valla do të mbes me kaq? Jo. Kurse si edhe këmbët e tyre, thotë Zoti, do të dëshmojnë për ata që punuan. Kto janë fjalët e Allahut. Janë fjalët e të gjithë pushtetshmit që i meriton të gjitha lavdet. Prandaj shpejtoni në kërkim falje, sepse Allahu është falës i madh. Dhe Allahu thotë, kërkoni falje për Allahu, se Allahu është mëkatfalës
mëshirues. Kushdo që e bën një të keq apo ngarkon veten e vet, pastaj kërkon falje tek Allahu, ta di se e gjen Allahun falës të madh dhe mëshirues. Lutju Allahun gjithmonë me duan që njihet si zotria mbreti i istighfarit. Seyyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Pra Allah ti je Zoti im, nuk meriton të adhurohet askush përveç teje. Ti më krijove mua dhe unë jam robi jot. I përmbahem betimi dhe premtimit tënd që të kam dhënë, sa të kem mundësi. Tek ty mbështetem nga të këqijat që kam bërë. E pranoj mirësinë tënde ndaj meje dhe pranoj mëkatin tim. Prandaj më fal sepse ti je ai që i fal mëkatet. Dhe këtë dua e gjeni të mburoje muslimanit është Seyyidul Istighfar, quhet zotria ose mbreti i istighfarit, i kërkim faljes. Kujtoj Abu Bekrin radiallahu anhu, prisin e besimtarve, kur u drejtua të dërguarit Allahut duke thënë, më mësoi dërguari Allahut me një lutje që ta them në namaz. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, thuaj o Zoti im, unë i kam shkaktuar vetes time pa drejtësi, pra Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pra o Zoti im, unë i kam shkaktuar vetes time shumë pa drejtësi. Vetëm ti je që më fal mëkatet, prandaj më falë më mëshiro, sepse ti je që fal dhe mëshiron. Njerëzit sot fatkeqësisht ulen dhe festojnë mbylljen e vitit. Që do të thotë festojnë paksimin e jetës tyre. Se si tham, kur mbaron viti, ditët largohen nga ti, koha ikën në ty dhe paksohet jeta jote. Afrohet sa më shumë e xheli jot. Dhe njeriu feston sepse po i afrohet e xheli, njeriu duhet të kërkoj falje Zotit dhe të bëjë një plan program të paktën për vitin që vjen, nëse do ta gjej gjallë me lejen e Zotit, se asnjëri nuk e di. Të bëjë një plan program se si të jetë lidhja e tij me Zotin, se si të jetë jeta e tij në atë mënyrë që është i kënaqur Zoti dhe në atë mënyrë që këshillonte i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, secili prej nesh duhet të ulet të meditojë fort për ditët që i kalon, apo çaj kemi lënë mangut nga filan ibadet, apo çaj kemi lënë mangut nga filan adhurim apo etj, dhe ne elhamdulillah Zoti na i ka dhënë mundësit janë të shumta, sapo kemi hyrë në muajt e shenjtë, muajt e shenjtë që i përmend Zoti gjithëpërshtetshëm në Kur'anin Fisnik ku tha inna iddatash shuhuri inda Allahi 12, me të vërtetë tek Zoti muajt llogariten janë 12. Ditën kur krijoi qiellin dhe tokën, yawma khalaqa as-samawati wal ard minhum arba'atu hurum, prej tyre ka thënë janë 4 muaj të shenjtë, dhe ne po kemi hyrë në muajin e shenjtë, në muajin Rexhep, i cili është para përgatitje për muajt që vinë më mbas, se mbas tij është Shabani dhe pastaj është muaji më i rëndësishëm i vitit, Ramazani, që unë lut Zotin na i mundsoj Ramazanin. Prandaj të mundohemi që ta përmirësojmë vetet tona në këto muaj. Muslimani ka obligim që gjithë vitin, gjithë ditët ta përmirësojë jetën e tij, veprën e tij në përputhje me kënaqësinë e Zotit, por janë disa kohë mbi të tjera. Pra disa adhurime vlerësohen mbi adhurime të tjera, kështu na ka mësuar Allahu dhe dërguari i tij. Prandaj ne duhet t'i bëjmë vetes tonë pyetje se si na iku ky vit që na pas dhe si do na presi viti që na vjen më mbas. E kulu ma tasmaun astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lehu ala taufiki wa amtinani. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahun azza wa jalla falenderojmë për mirësinë e madhe që na ka bërë musliman, dhe paqja dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Pra si tham, njeriu duhet të meditojë thellë për atë çka i ka ikur dhe për atë çka i vjen.
që të jetë për atyre që të fitoj kënaqësinë e Zotit, dhe unë nuk dua që të zgjatem shumë. Dua t'ja jap një lajm jo fort të mirë. Sot është ndarë nga jeta një prej të dashurve tanë, që ka qenë xhamatliu jon, ka qenë baba jon, vllai jon, ai i cili e ka dhuruar tokën për këtë xhami të shenjtë që ne ndodhemi sot, dhe ne mbas namazit të xumas, inshallah t'ja falim namazin e xhenazes, dhe unë ju kisha lutur të gjithëve që ta lutim Allahun për babën ton, që ta falë ata, dhe o Allah falë ata, mëshiroje, o Allah bëja varrin e tij baçe për baçeve xhenetit.